Vllaznia ka bërë një hap fals në një nga ndeshjet më vendimtare të sezonit, duke u mposhtur me rezultatin 0-2 nga Dinamo në përballjen e parë të fazës Final Four. Një paraqitje në pritshmëri e kuqebluve, që shfaqën mungesë qartësie në lojë dhe as pak rrezikshmëri. Shkodranët e nisën ndeshjen në sulm, por ritmi i tyre ra ndjeshëm më pas. Nga ana tjetër, Dinamo administroi mirë ndeshjen, duke mbrojtur me kujdes dhe duke pritur momentin për të goditur në kundërsulm. Pika e kthesës erdhi në minutën e 69, kur Bajrami u ndërshkua me kartonin e dytë të verdh, duke lënë vllaznin me 10 lojtar. Me epërsi numërike, Dinamo shfrytëzoi hapësirat dhe kaloi në avantazh në minutën e 77 me golin e Ajodej. Përpjekjet e vllaznisë në minutat e fundit ishin të çorganizuar edhe pa konkretizim, ndërsa në shtesë, me portierin Pol si dal në sulm, Dinamo vulosi fitoren 2-0 me James në kundërsulm. Pas kësaj humbjeje, trajneri i vllaznisë Edi Martini tha se është shumë i zgënjur. Humbemi ndeshje, pjesën e parë nuk e bëm të mirë, pavarësisht se kishim rastet tona, po s'ishim mirë. Pjesën e dytë rrit me lojën, rrit me shanset. Kartela kuqe na penalizoi shumë. Gjithsesi nuk ishte lojë e mirë, nuk duhet të humbte ndeshje për asnjë arsye, megjithatë gabum për disa gabime që normalisht do i shikojmë zërin konkluzione, sepse janë gabime thjesht komunikimit njëri me tjetrin tek reparti defensiv, po gjithsesi humbim një ndeshje që u duhet me fitu. Nga ana tjetër, zëvendës trajneri i Dinamos Glen Daja deklaroi se është i kënaqur me skuadrën e tij. Është e vërtetë kjo që ju sapo cituat, sepse kishim vetëm 2 ditë kohë që ta përgatisim ndeshjen për vllaznin, sepse ishte finalja e kupës. Duke shtu këtu edhe mungesat që ne kishim, sepse kishim goxha mungesa, mungonin 2 portierët, si Sali, si Aloteqa, që u dëmtuan ndeshjen e fundit, të dyve u urojmë rikthim sa më shpejt në fushën e lojës. Mungonte Andre, mungonte Neziri, Bruno Dita ishte me injeksion që u detyruar të lindte fushën pjesën e dytë. Qefalia gjithashtu nuk arriti do ta kryente nxemjen dhe u ndrua momentin e fundit. Na mungonte gola shënuesi Devi Bregu dhe për këtë duhet falenderoj gjithë çunat sepse tregon karakter dhe mentalitet fituesi. Kjo humbje komplikon ndjeshëm objektivin për titull për vllaznin. Me 2 ndeshje të mbetura, gara mbetet e hapur dhe çdo gabim në këtë fazë mund të rezultojë fatal për ambicjet e kuqebluva.